Ka nisur organizimi protestës së 13 radhazi në sheshin Skënderbej, ku qindra qytetar kanë filluar të grumbullohen përpara nisjes së tubimit kryesor. Pjesëmarrësit vinë nga Tirana dhe qytete të tjera të vendit, duke ju përgjigjur thirrjes për të vijuar kundërshtimin ndaj qeverisë. Në shesh janë vendosur pankarta dhe flamuj kombëtar, ndërsa protestuesit kanë artikuluar thirrje që kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Mesazhi më i përsëritur gjatë grumbullimit ka qenë "Jepe dorëheqjen", i shoqëruar me thirrje për më shumë transparencë dhe dëgjim të kërkesave qytetare. Sipas organizatorëve, protesta synon të mbrojë interesin publik dhe të kundërshtojë vendime që, sipas tyre, prekin pasuritë kombëtare dhe të drejtat e qytetarëve. Ata theksojnë se mobilizimi po fiton mbështetje çdo ditë më shumë dhe se pjesëmarrja e lartë është treguesi i pakënaqësisë së gjerë qytetare. Ndërkohë, në zonën e sheshit dhe akset përreth janë angazhuar forca të shumta policie për të garantuar rendin dhe mbarvajtjen e aktivitetit. Deri në këto momente, protesta po zhvillohet pa incidente, ndërsa qytetarët vijojnë të mbërrinë nga drejtime të ndryshme. Organizatorët kanë bërë të ditur se protesta do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të tyre, duke e cilësuar këtë lëvizje si një reagim qytetar në mbrojtje të interesave publike dhe të ardhmes së vendit. Pritet që gjatë tubimit të mbahen edhe fjalime dhe mesazhe publike nga përfaqësues të grupeve organizatore dhe pjesëmarrës të ndryshëm.